kushtetueshmërisë, po ka besimtarë të feve të ndryshme, kryesisht muslimanë natyrisht, të deklaruar të atill, dhe unë mendoj që na e kemi obligim që me i shty përpara proceset demokratike në këtë vend. Ky është mendimi im personal. Edhe unë i qëndroj mbrapa kësaj. Pse? Në momentin që ti jeton edhe vepron në Kosovë, që tu kime jetu, me çto rregulla kime jetu, me çet kushtetut kime jetu. Sepse nuk bëhet ndryshe. Kam pas sfida, më kanë qitë prej fesë vlerë. Më kanë thonë falë, ti po garën me një parti politike që nuk është kështu, nuk është ashtu, e ki parasysh, mos me një detaje. Po për mu, sukun shumë e letë që atëherë në fillim u kom pak, adin se po veç pak vjen një pikë dhe thu, kush ka me arë një det këto, kush ka me u heq këto, nëse na e lojmë si musliman edhe heqëm dorë prej angazhimit në jetën publike, në aktivizëm përgjithsisht shoqëror për mirëqenjen qytetare, për është kjo, më falë, mi thonë të zotni ose zoj që nuk del me votu ose konsideron gjuna, haram, do me thonë thash, më kanë qitë prej fesë, fillimisht pika e parë me çdo drejtë më gjykon mua edhe jetën tam, që s'do të më taku heq, edhe e dyta është kur të dënojnë policia në rruga e pagun dënimin e kerret? Besoj që pagujnë, s'ka qare se s'unë e regjistron tani kur shkon me regjistru, nëse veç përdor vetur. Pse e pagun? Ligji i Kosovës është, që kjo kushtetut i ka formu legislacionin e shtetit edhe institucionet të Kosovës. A e qënë fëmijë në shkollë në institucion publik? Po natyrisht e qënë. Qaj institucion shkollor është i udhëhequr prej krejt politikave si nivelli nacional, si nivelli lokal. Do me thonë është politik. Edhe nuk mund është ti me nej duar kryq me thonë vëlla unë po rri e hajtë se komu edhe mandej mu anku. Po edhe mua, jo mu anku 100%. Po mandej me na gjyku edhe neve që mirëmi me këtë punë. Okej, vazhdo është drejtimi jo qysh do që është. Kom pas edhe raste tilla kur kom kërku vote, më ka thonë ju s'më mja qitë vëlla, a ma ka shajt partina, shamina, ka thonë s'pemojshe qysh duhet, edhe kësi gjana ka pas, edhe në fund, u kthy filan fistekut edhe unë ka thonë më falë, qysh është mundësia me rregullu që të punë komunët se çka po ndodh bre me qëto konkurse sekret me njëf shumë po hinë shumë korruptive, gjithë shka u bo shumë nepotizëm. E qysh po menon ti tunajt të shtëpia, tu scroll në Facebook që kanë me ndryshu senet veta, kur njetë. Kështu që unë ju kisha bo thirrje gjithëve që ka besimtar normal në krejt partit, se unë e kuptoj që ka individ, ka shumë prej nesh që e shojnë me këtë synin e besimit, jo veç punën, po ndërkohë edhe ka shumë njerëz që mundën mos me konë në një vime nesaj për këtë besimit, po me konë shumë zët edhe mos me pa me asnjë sy ndryshe vlerën edhe një gru tjetër jashtë që nuk është s'ka mbulesë, sepse për neve gjithë barabartë do të me qenë, kështu që i ftoj gjithë me dalë me votu, nëse nuk jam ush synin kërkosh, ma mira me prish votën krejt, po mos me e lonë vetën të mos konë pjesë e procesave. Të paktën si votus, nëse na nuk dojmë me konë pjesë politikave në Kosovë, partive politike, nuk e di që ka mënyrë tjetër më atë mirë se sa me dalë edhe me ja për krajen për njerëzit që i kemë që atë në funditët.